Në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak në Shkodër u miratuan 10 pika të ditës. Përdorimi i fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike, plotësimi i vakancës dhe dhënia e mandatit të antarit të Këshillit Bashkiak, zotit Saad Jusha. Deklarimi i përfundimit para kohe të mandatit të këshilltares bashkiake zonjës Bledjan Nikaj. Gjatë mbledhjes pati diskutime për miratimin e planit të lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane për qytetin e Shkodrës, miratimi i planit të mbashtimit të pyjeve dhe kullotave të ekonomisë pyjore, Rosek Drisht dhe Edrin Xhader Kir, Bashkia Shkodër, dhënia dakordësisë për vijimin e procedurave për heqje nga fondi pyjor kombëtar të një sipërfaqe pyjore në pronësi të zotit Det Kaçi, zhvillues i shoqatës Star Plus SHPK. Miratimi i zbatimit të projektit Arti për Europën në kuadër të programit CERV, ndryshimi në VKM numër 69, datë 30 tetor 2017, lidhur me memorandumin e mirëkuptimit nëpërmjet PNUD dhe Bashkia Shkodër, si dhe metodologjinë LOD për financimin e organizatave të shoqërisë civile, strehim emergjent për familjet LS dhe TG në banesat sociale me qira pranë ish-konviktit të veterinares, si dhe dhënia e ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri.